Dërntin, uroj që po më dëgjon, linja është për ty. Atër përshëndetje Gjeneta, si që pat ajo ishte vetëm një pjesë apo e dëgjuat një pjesë e deklarimit të ushtruesës së detyrës së presidentës Albulena Agjiu, por e njëjta ka folur edhe sa i përket çështjes së presidentit dhe situatës tutje që e ka quajtur një lajm të mirë mbajtjen e kuvendit të LDK-s gjatë mbrëmjes së djeshme, duke thënë se është lajm i mirë që tashmë është pezulluar vendimi për pezullimin e bisedimeve me lëvizjen vetvendosje është hequr dhe se mund të vazhdojnë takimet mes dy liderëve të partive sa i përket Kurtit dhe Abdegjikut dhe tha se i mirëpret iniciativat, por edhe bisedimet tutje për të gjetur një zgjidhje sa i përket daljes nga situata e krijuar në vend. Albulena Agjiu nuk pranoi të flasë apo nuk tregoi nëse do të jetë sërish kandidate për kryetare e kuvendit, por që tha se do të jetë e pajtimi që të heqë dorë nga kjo pozitë në rast se vije puna apo pozita që të mbes institucionet dhe për të dalë nga kriza e krijuar apo për të dhënë qytetarëve institucionet e dura dhe formimin e tyre do të heqë dorë nga pozita që mund t'i ofrohet nga lëvizja vetvendosje. Ne kemi pasur edhe deklarimet e partive të tjera siç kanë qenë të LDK-s, PDK-s, AK-s, të cilët nuk kishin ndryshime të qëndrimeve që kanë pasur më herët. Nga Partia Demokratike e Kosovës thanë se është e rëndësishme çështja e presidentit, meqense sipas tyre i sigurojnë edhe një qeverisje për 4 vjet Kurtit dhe lëvizjes vetvendosje, dhe thanë se vazhdojnë dhe do të mbesin në opozitë dhe do të shohin se si do të rrjedhin apo bisedimet nëse mund të ketë mes kryetarit të LDK-s dhe kryetarit të vetvendosjes, ndërkohë që Aleanca tha se nuk kanë hequr dorë nga kushtet e tyre të cilat ja kanë vendosur lëvizjes vetvendosje, por që nuk e kanë ndryshuar mendimin që të mos shkojnë në takim pa u plotësuar kushtet e tyre, dhe se tha se nuk do të kenë vot as për kryetarin e kuvendit, as për presidentin apo presidentën nëse mund të vije deri te kjo seancë, nuk do të kenë vot në rast se nuk plotësohen kushtet që i ka vendosur kjo parti. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës thanë se ende nuk kanë planuar ftesë zyrtare sa i përket ndonjë takimi të mundshëm mes Kurtit dhe Abdegjikut, por se e përmendi zonja Jona Lushaku deklarimin e mbrëmshëm edhe të zotrit Abdegjikut, i cili tregoi se nga ai moment pra është hequr vendimi për pezullimin e bisedimeve dhe janë të hapur por çdo të mundur, ndërkohë që kemi pasur edhe deklarimin e lëvizjes vetvendosje pra në kryetaren e kësaj partie Arbrije Nagafsi, e cila tha se do të ketë takime në ditët apo në orët në vazhdim, meqense nuk tha se nëse një gjë e tillë do të ndodhë edhe pikërisht sot. Po ashtu zonja Agjiu ka përmendur edhe një çështje tjetër që nuk lidhet me çështjen e presidentit, por tha se i është drejtuar me një letër Këshillit Gjyqësor të Kosovës sa i përket dorëheqjeve të gjyqtarëve serb, por që të njëjtit nuk janë përgjigjur, duke thënë se i ka thirrur edhe në një takim për të diskutuar këtë çështje, meqense një javë më herët e njëjta në një konferencë për media u bëri thirrje që të marrë një vendim njëjtë sikurse Këshilli Prokurorial i Kosovës që të mos miratoj kthimin e tyre apo edhe të miratoj tërheqjen e dorëheqjeve siç kanë kërkuar. Pra kjo ka qenë në të rëndë, ndërkohë që seanca për konstituimin e kuvendit pritet të mbahet me 6 gusht dhe se të gjitha partitë kishin rënë dakord për rendin e ditës që është përcaktuar dhe për konstituimin e legjislaturës së re, ndërkohë që regjistrimi i deputetëve do të nisë nga data 3 gusht dhe datët janë të ndara me parti. E para që do të nisë është lëvizja vetvendosje për të vazhduar më pas me partitë e tjera. Dërntin, të falenderoj për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha këto informacionet.